Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë VAUID-s ndaluan shtetësin me inicialet AP 33 vjeç pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe ka kanosur shtetasit me inicialet FG 58 vjeç dhe AG 24 vjeç, ish vjerri dhe djali i tij. Gjithashtu nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet FG pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj shtetasit me inicialet AP. Specialistët e sektorit për qarkullimin rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet SP 26 vjeç dhe një 17 vjeçar pasi u kapën duke drejtuar automjetet pa leje drejtimi. Po ashtu referuan materialet në prokurori edhe për shtetasin me inicialet DB 22 vjeç banues në Shkodër pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori pasi në datë 2 qershor 2025 në spitalin në Shkodrës është paraqitur shtetësja me inicialet VS 33 vjeçe banuese në fshatin Grudere, e cila ka deklaruar se në aksin rrugor Shkodër-Hani Hotit një shtetës e ka përplasur me motomjet dhe është larguar, po punohet për identifikimin dhe kapjen e drejtuesit të automjetit. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetësin me inicialet LSH 66 vjeç banues në Shkodër pasi nga kontrollet me shërbimet OSHE u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike në banesën e tij. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetësin me inicialet FF 56 vjeç banues në fshatin Riol pasi nga kontrollet me shërbimet OSHE u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike në lokalin e tij. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.